njerëzit për komunitetin tonë të cilët janë më të vjetër. Ju e dini kur njeriu e arrin një moshë caktuar, atëherë edhe mbajtja e avdesit do të thotë nuk është lehtë. Edhe disa kanë prostate problems, a kupton? Edhe ata kur marrin avdes për shembull në shtëpi, derisa të vinë në xhami, ka mundësi që e prishin avdes. A është ashtu? Edhe ka disa prej tyre, të cilët nuk vinë në xhami, nuk e falin namazin, se thojnë unë smuj me mbajt avdesin. A është ashtu? Kjo është një gabim që ata mendojnë ashtu, ndoshta e kanë dëgjuar gabim prej dikujt, po e din çka thot feja islame. Dëgjoni mirë. Feja islame e pranon që është ky problem, është kjo smundje, që dikush smundet me mbajt abdesin, do një pik urine, pikon ku ta diun. Kështu që me fenë islame nuk ka problem ajo. Kur ti e din që e ke atë problem, pezam unë e kam atë problem, çka duhet me bërë unë? A mos me shku në xhami se kam këtë problem, me lan namazin, apo ka zgjedhje për këtë? Feja islame ka zgjedhje për këtë. Këta njerëz janë në një kategori të caktuar që ne në shariatin islam i quajmë ashabul udhur. Ashabul udhur do me thonë njerëz që kanë arsye. Njerëz me arsye. Çka do me thonë me arsye? Kur njeriu nuk mund e mban avdesin, deri vjen në xhami, atëherë zgjedhja është sa herë të marrim avdes. Pëzëm, stash ka arë koha me falë gjuman, apo? Unë e marr avdes se e kam atë problem që e kam, e bëj njetë me avdesin që e marr vetëm me falë gjuman. Tash kur marr avdes une, në qoftë se diçka pikon del nga trupi im, nuk ka problem, ti hala ke avdes. Edhe ke drejt me falë vetëm një namaz me një avdes. Ako? S'ka lidhje, do me thonë se ti po merr avdes që jenë atë kategorinë që ke problem, apo? Edhe thu, o Allah, unë jam këtë kategori, njëri që kam arsye, edhe po marr avdes me njetë që me falë gjuman. Në atë moment që e falë gjuman, edhe do thotë momenti i avdesit, edhe gjumaja i ka 2 sahat, apo? Derisa të shkosh xhami. Në atë gjendje që je, qofse pikon ujë ose diçka, avdesin se ke prish. Në atë moment që e falë gjuman, avdesi prishet, s'mundesh me falë me të njëjtin avdes një namaz tjetër. Kur vjen ikindia, do të me bat njëjtën gjë. O Allah, po marr avdes me falë ikindin. Si të falet ikindia, ai avdes nuk vlen më. Ose vjen për me armë taravi, apo? Për shembull, njeriu merr avdes para iftarit me falë akshamit. Edhe ai çka do që ndodh ndërmjet avdesit edhe akshamit s'ka problem. Kur e fal akshamin, nuk ka drejt me të njëjtën avdes me ardh me i fal taravit. Se taravi është tjetër namaz tani, apo? Edhe para se marrë në xhami, ai e merr edhe një avdes tjetër me njetë që me i fal yatsin edhe taravit, edhe ai avdes vlen deri në atë moment kur përfundon namazi. Në atë moment që përfundon namazi, ai nuk ka avdes prap. Por është gabim njeriu me thonë që nuk vi në xhami ose nuk e fali namazin se unë nuk muj me mbajt avdesin. Se Allahu e ka ditë që njerëz të tillë ekzistojnë me mosh, a din me mosh shtyr ku ta din, kështu që namazin nuk lihet, mirë po ka zgjedhje për ata njerëz, edhe për çdo namaz ata duhet me ban njetë që po marr avdes me fal këtë namaz. Edhe avdesi ti vlen vetëm për atë namaz, jo për ndonjë namaz tjetër. A kuptum këtë? Shumë më rëndësi kjo që ti tregoni edhe njerëzve tjerë, se unë e di që ka prej komunitetit tonë të cilët nuk vinë xhami nga turpi, nga frika se nuk kam avdes, nga frika se nuk më pranohet namazi. Jo, Allahu e din një gjë, edhe ka zgjedhje për çdo send. Feja islame ka bisedu për çdo gjendje që është njeriu, ka edhe përgjigje. Mirë po na e kemi bërë si imam ju tregu juve që ju mi tregu prindve tuaj, kjo mund t'i ndodhë secilit njeri, a kupton? Kështu që kur nuk dini diçka, është mirë para se me vendos njeriu me pyet imamin. E kam këtë problem ose e kam këtë çka do qoftë, çfarë zgjedhje ofron Islami për këtë?
Se qofse ti e le namazin për këtë arsye, edhe ti nuk e ke ditë që ka zgjedhje për atë. Ndoshta deri tash Allah ju ka arsyetuar se nuk e keni ditur. Tash e tutje, kur e dimi, nuk ka më arsye. Nuk ka më me thënë, jo, s'muj e mbaj abdesin, nuk po shkojnë në xhami. No, hajde në xhami. Se ka zgjedhje edhe për juve. A kuptum? Kjo është një pyetje që na pyesin shumë njerëz, një pyetje që shumë njerëz ndoshta nuk e din, një gjë të tillë. Mirë po feja islame, elhamdulillah, për çdo problem, për çdo situatë që e kemi, feja islame e ka edhe zgjedhjen, e ka edhe përgjigje. Mirë po ne, ju, nuk jeni prej atyre që e keni studiuar fen që t'i dini këto gjëra. Për atë ne kemi kryer 20 vjet shkollë që ne mi ju mësu juve për këto gjëra, do thotë që ndodhen njeriu. Ka njerëz që Zoti na rujt, për shembull, kam parë këtu që e thën dorën. Apo ka njerëz që e thën dorën, ose ka njerëz që e pren dorën, edhe dora e tij është e mbuluar me çka i thon atyre gjërave, edhe ai dikush thotë, s'muj marr abdes, nuk po falna. Në ka zgjedhje edhe për ata njerëz. Domethënë, nëse njeriu e ka mbuluar tër dorën, me çka do qoftë, ai merr abdes dorën tjetër, këtë dorë ai vetëm me dorë të lakt për mi, i jep ashtu e prek, edhe ajo konsiderohet abdes. Domethënë, ka zgjedhje, vetëm ne duhet me mësuar këto gjëra. Siç thash, unë inshallah me këshillin do e bëj shumë shpejt një ligjërat mujore, qofse jo më shpesh, që ne ti trajtojmë këto pyetje, këto gjëra, që të mësojmë sa më shumë. Se unë e di që ju nuk keni patur ku t'i mësoni këto gjëra. Edhe ne nuk mundemi për 10-20 minuta, 30 minuta më ju tregu gjitha gjëra. Se feja islame është sikur një oqean, like an ocean. Nuk mundemi më ju mësu, për shembull 20 vjet sa ka mësuar unë, më ju mësu juve për 20 minuta. Kjo merr kohë. Mirë, po inshallah do t'i bëjmë disa aktivitete, disa workshops, seminars, që ne ju e keni obligim me ardh, unë e kam obligim ju mësuar juve. A kupton? Po ne e kemi obligim ju ofruar juve atë mundësi, kushdo që vjen varet prej secilit prej juve. Mirë, po elhamdulillah, siç thash, e kemi xhamin, i kemi tërë kushtet, nuk kemi një arsye që mos mësojmë më shumë se sa kemi ditur deri tash. Kemi edhe social media, kemi internet, disa gjëra që nuk i din mund t'i mësosh edhe nga internet. Mund të dikush priton të lexoj, apo shumica prej neve shqiptarëve ne nuk lexoj. Po i ke audio, mund t'i ndëgjosh ato, pa lexuar fare. Duke vozitur makinën, ti e vendos aty një fetva, a? Për shembull, çka është dekreti ose fetvaja në lidhje me prishin e agjerimit. Kush e prish agjerimin? Edhe ti e ndëgjon atë gjysmore sikur me lexuar një libër. I ke gjitha janë aty, gjitha shoqëri kemi ato në internet, e juaja është që me kërku dije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Utlubul ilme min al-mahdi ila al-lahd." Kërkoni dituri nga djepi, kur keni lindur, deri tek varri, deri në vdekje. Ne edhe sot mësojmë gjëra të reja. Njeriu sa jeton mëson gjëra. Ai njeri i cili është i paditur, është ai njeri i cili thot unë i di çdo gjë. Ai njeri i cili thot i di çdo gjë, na shqiptarët mashallah ka shumë prej tyre që thojnë i dim çdo gjë, ata tregojnë që nuk din asgjë. Ne mësojmë gjëra të reja çdo ditë inshallah. Këtë vetëm deshta më ju tregu pyetje të tilla qofse keni, diçka që pyetni se ne mësojmë, edhe nëse vetë e din, është mirë që dikush tjetër mund përfitoj nga ajo pyetje. Si kjo pyetje që më ka ardhur mua. Njerëz përfitojnë, dikun e ke ndëgjuar këtu, shkon te një axh ose dai ose çka do, i tregon këtë. Kështu tha hoxha imami, kështu që mund të vish xhami. Mund të vish bajram, mund të vish çka do qoftë ajo. A kupton? Se ata janë pjesë e jetës tonë, pjesë e komunitetit tonë. Ne nuk dojmë me ilan ata anash vetëm se janë plakur tash. Ata janë njerëz të cilët kanë kontribuar këtë xhami para se me lind ju. E tash nuk e kemi bërë që më kujdes për ta, edhe me i sjell në xhami kurdo që është nevoja.